Në historikun tonë të formimit të institucioneve, kemi shembuj nga e kaluara, kur një qeveri e udhëhequr nga PDK, ndonse me kuvent të shpërndarë, një qeveri e udhëhequr nga AK, ndonse e dorëhequr, dhe një qeveri e udhëhequr nga LDK, ndonse e shpallur si e jashtëligjshme, kanë qëndruar në detyrë deri në formimin e qeverisë së re. Por një qeveri e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje, ndonse ka përmbushur mandatin e saj të rregullt 4 vjeçar, na u dashka të largohet nga zyrat e saj një orë e më parë. Si fitues të padiskutueshëm të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, jemi shumë të interesuar që të ecim përpara drejt formimit të institucioneve të legjislaturës së 9 dhe atë sa më parë menjëherë. Si qeveri në detyrë, jemi shumë të vëmendshëm dhe të përgjegjshëm që të mos lejojmë vakum institucional, jo për një ditë, jo për një orë, por as për një minutë të vetme. Përkundër thirrjeve të papërgjegjshme opozitare dje për pezullim të shtetit, shteti funksionon. Prej arrestimit të kriminalëve serb, te digitalizimi i orkave fiskale, e te publikimi në Shkodër i projektit Hekurudës, Prishtinë, Durrës me 14 tunele, 43 ura, 7 stacione të reja dhe me gjatësi gati 106 km.